Përshëndetje të gjithëve. Makarona kremoze me plot perime dhe pana do përgatisim ditën e sotme. Është një recetë që nuk të merr më shumë se 30 minuta kohë dhe të kënaq. Filloj me përgatitjen. Grim një qep në pjesë të vogla. Po në pjesë të vogla do presim edhe 2 thelpinj hudhër. Duke i prerë perimet gradualisht dhe duke i vendosur në tenxhere. Bashkojmë qepën me hudhrat. I vendosim në një tenxhere duke i shtuar 4-5 lugë të gjellës vaj ulliri dhe direkt në zjarr për t'i bërë një kaurdisje. Ndërkohë që qepa kaurdiset, ne presim në pjesë të vogla një karrotë, e vogël është kjo karrotë, dhe një patate të vogël. I shtojmë në tenxhere, qepa ka filluar të marrë ngjyrë. I përzim, i vendosim kapakun që perimet të zbuten. Ne presim perimet e tjera. Këtu kam 2 speca, një kuq dhe një jeshil. I presim edhe specat në kubik. Ndërsa patlıxhanin e kam të ruajtur në frigorifer, është i pjekur. Nuk e kam lënë të shkrijë plotësisht, pasi prihet me vështirësi nëse do shkrijmë plotësisht. E presim patlıxhanin në kubik dhe e kemi gati. I bashkoj me perimet e tjera. I lëm së bashku edhe 5 minuta të tjera. Këtu kam domate pomodorini. I kam prerë në 2 pjesë, i shtojmë në tenxhere. Do t'i vendosim kapakun, do t'i lëm 5 minuta që domatet të shpërbëhen. Më pas do t'i shtojmë 2-3 lugë të gjellës me salcë domateje. Shtojmë edhe një lugë. Këto makarona mund t'i bëni edhe pa pana, mund t'i shtoni një gotë qumësht ose thjesht me ujë. Unë po i shtoj një kuti pane të 200 ml shi është kjo kutia. Kam gelatin kockash. I shtojmë 4-5 lugë të gjellës me gelatin kocke. Nëse nuk e keni, mund t'i shtoni nga ato supat e pulës. Shtojmë 2 filxhan të çajit me makarona të vogla. Mund të përdorni ato elb, por unë kam këto në formën e yllit. I shtojmë 1 litër me ujë dhe do t'i lëm të ziejnë për 15 minuta. Pak më shumë se shkruhet në paketim. Sigurisht që do t'i rregulloj me krip, shtuam piper të zi edhe këtë miksin e erëzave. I vendosim kapakun dhe i lëm të ziejnë avash avash. Pasi makaronat kanë zier, do fikim zjarrin dhe do t'i lëm të qetësohen për 10 minuta. Ato e përthithin edhe më shumë lëngun që i ka ngelur. Dhe kështu të ngrota i shërbejmë. Mund t'i shtoni pak djathë sipër, por edhe kështu shijojnë shumë. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme, thjesht, ekonomike dhe e shijshme. Ju falenderoj që më ndiqni.